Sërisht, rjolli u kthye në një fushë beteje mes banorëve dhe policisë së shtetit. Qytetarët protestuan për të mbrojtur tokat e tyre, duke kërkuar largimin e fadromave të Bashkim Ulajt. Reagimi: dhunë brutale dhe arrestime të paarsyeshme nga uniformat blu, të cilët duket se nuk po veprojnë në emër të ligjit, por në shërbim të interesave private. Çdo ditë më shumë, banorët përballen me intimidim sistematik. Çdo arrestim dhe secili përdorim force ngre pyetjen e njëjtë: sa para ka shpenzuar oligarku Ulaj për të blerë heshtjen e policisë dhe për të mbrojtur punimet e tij me dhunë? Ky nuk është vetëm një konflikt lokal, është një provë e qartë se Bashkim Ulaj po përdor pushtetin ekonomik për të kapur shtetin dhe për të shkelur të drejtat e qytetarëve. Protestat e vazhdueshme në rjoll tregojnë vendosmërinë e banorëve. Ata nuk do të tërhiqen. Dhuna e policisë nuk mund të fshejë padrejtësinë, por vetëm e nxjerr zbuluar atë. Rjolli është shembulli ku shteti bashkëpunon me interesat private dhe dëmton qytetarët e ligjshëm, duke i lënë ata të pambrojtur përballë makinës së pushtetit ekonomik. Në fund, pyetja mbetet për secilin: sa kohë do të lejojë shteti që paraja të përcaktojë drejtësinë dhe sa do të vazhdojë policia të përdoret si vegël për të dhunuar qytetarët që kërkojnë vetëm atë që u takon me ligj? Rjolli sot është më shumë se një vend. Është një provë e hapur e dështimit të shtetit për të mbrojtur qytetarët nga abuzimi i të pasurve.